Teksa Evropa po përballet me valën më të rëndë të nxehtit të regjistruar ndonjëherë, Italia po mbështetet te teknologjia për të mbrojtur një nga grupet më të rrezikuara, të moshuarit që jetojnë vetëm. Në Rom, ku temperaturat janë ngjitur në afër 40 gradë Celsius, autoritetet po e konsiderojnë një byzyluk elektronik inteligjent si një mjet jetik për parandalimin e emergjencave shëndetësore. Një nga përfitueset është 85 vjeçaria Dina Gazela, e cila jeton e vetme. Ajo mban në dorë një pajisje që monitoron në kohë reale ritmin e zemrës, cilësinë e gjumit dhe mund të zbulojë rrezimet aksidentale. Në rast urgjence, sistemi dërgon menjëherë sinjal për ndihmë. Psikologja klinike Piera Pomente, e cila koordinon programin e një farmaci të Romës, thotë se byzylyku është bërë veçanërisht i rëndësishëm gjatë temperaturave ekstreme. Sipas saj, të moshuarit janë më të prirur se pësojnë ulje të tensionit dhe probleme me ritmin e zemrës gjatë vapës, ndërsa monitorimi i vazhdueshëm ndihmon jo vetëm në ndërhyrjen e shpejtë, por edhe në uljen e ankthit dhe ndjenjës së pasigurisë. Byzylyku ofrohet falas në kuadër të një programi prej 456 milion dollarësh të financuar nga Bashkimi Evropian pas pandemisë së COVID-19 dhe i zbatuar nga Bashkia e Romës. Përveç monitorimit elektronik, punonjësit social kontaktojnë çdo ditë të moshuarit për të kujtuar marrjen e ilaçeve, për të interesuar për gjendjen e tyre gjatë vapës, ose thjesht për të ofruar mbështetje dhe shoqëri. Edhe pse disa qytetarë kanë shprehur shqetësime për privatësinë, Dina Gazela thotë se pajisja i ka ndryshuar jetën. Pas humbjes së bashkëshortit dhe kafshës së saj shtëpiake, ajo e konsideron byzylykun si një litar shpëtimi, që i jep siguri se nuk do të mbetet vetëm në rast të një emergjence. Me temperaturat që vazhdojnë të arriten në të gjithë Evropën, autoritetet italiane besojnë se teknologji të tilla mund të luajnë një rol vendimtar në mbrojtjen e jetës së mira të moshuarve.